heqja e mbulesës i paraprin diçka. Ose sinqeriteti nuk është nivel, ose sinqeriteti ka qenë nivel mirë, por nuk e ki rujti mbulesën nga ideologjitë ndryshme, nga influencerët e ndryshme që janë nëpër TikTok, nëpër YouTube, nëpër videot e tyre. Ne kemi një dua, ja muqallibel qulub, thabbit qalbi ala dinik. O rrotulluesi zemrave, përqendroje zemrën time në dinin tënd. Mes dy gishtave të Rahmanit janë zemrat vllazni. Njëherë rrotullohen, edhe devjen njeriu. Andaj na duhet të mohon këshillues. Neve po na dhimbsen për atë arsye dhe po trajtojmë këtë gjë. Kush po e formson mendjen e motrës muslimane? Kur'ani apo ideologjia perëndimore? Motër e nderuam, ti si muslimane, kënë ki për bazë? E ki Kur'anin edhe Sunetin. Çka të vyn ty ideologjia perëndimore? Sot kjo ideologji perëndimore është kështu, nesër ndryshon me një ideologji tjetër. Sot është politika e një shteti ndryshe, nesër është një politik tjetër. E ti çdo herë ke ndryshu? Jo. Më thonë, çështja nuk është hajgare. Për atë arsye duhet mirut ku anfusakum wa ahlikum nara. Runi vetët e juja dhe familjet e juja. Nuk troket hiç, po t'hin brenda në telefon. Në shtëpi brenda shejtanin e ki. Një prej ideologjive më të rrezikshme cila është që kjo feminizmi, që po servohet nëpër media tona fatkeqësisht. Me mia euro derdhen vetëm për me prish strukturën e familjes tonë. Që të na familja o konë, subhanallah, sa shëndosh o konë kjo familje. Neve familja vllazni na ka rujt prej asimilimit, na ka rujt prej shkive, na ka rujt prej çdo kulture të huaj familja. Sepse ata hin me një derë duke i thonë, kjo është liria jote, kjo është vendimi yt, kjo është trupi yt. Ti vetë vendos, kush përzihet në trupin tënd? Cili është definicioni për kufizimi i feminizmit? Në një i ka mas pari 3 shtylla feminizmi. Në një barazi absolute mes burrit dhe gruas, edhe atje ku Allahu ka ndarë rolet. Ka barazi absolute mes burrit dhe gruas? Ato gjëra që burri ka fuqimi kry, ne ti thojmë hajde grua dhe ti bëj. A mundet mi bo? Nuk ka barazi absolute, o vllaja jam, o i motër e nderuam. A e din që çarqet e ndryshme ty po dojnë me të shfrytzu me terma shumë të bukur, terma tërheqës e gruas. E dyta, pavarësi totale e gruas nga burri dhe familja. E pavarën jam. O një pushtetar i madh i një shteti nuk është i pavarur, i ka këshilltarët e vet, nuk vendos pa u këshillu me këshilltarët e vet. Alamet njeri është ka pushtet, i merr këshilltar dhe këshillohet, ndërsa këta gruan po dojnë me bë në mënyrë të pavarur prej burrit dhe prej gjithë atij rrethi që jeton ai gru. Dhe e treta, heqja e rolit të burrit si krye familjar. Keni pa disa emisione, çfarë urrejti, çfarë hedhje vënir. Dile të thonë sa mirë kishte me qenë kjo botë pa burra. Ty që firmat e mëdhaja në dynja shfrytëzojnë për me reklamu trupin tënd. I dini, i marrin femnat më të bukura, i gjojnë dhe i reklamojnë, çfarë reklamojnë? Artikullin e vet, apo? A e din që je të ushit, o i motër e nderuam, për një pak para, trupin tënd feshet. Është e jotja, trupi yt është, po nanën tjetër, edhe pse është trupi yt, çat trup kush ta ka dhënë? Ta ka dhënë Allahu azza wa jall. Çat fizionomi të bukur të fytyrës dhe trupit në përgjithësi kush ta ka dhënë? Allahu azza wa jall ta ka dhënë. Atë shko në kuadër të parimeve fetare. Islami i garanton gruas nder, e ruan gruan si diamant. Nëse e ki një diamant, një para, çfarë po bën me ato para? A pishini në për rrugë që i gjujnë parat? Mos mi rujt parat? Allah këtë i rujnë. Mi qinarë, mi pas shkemi më shifin. Pastaj thot feminizmi i fut gratë në konflikt me natyrën e tyre. Feminizmi nuk kërkon drejtësi, kërkon shndrim, shpëtim nga roli nënës dhe bashkëshortës. S'ka hiç, as nënës, bashkëshorta, as kurrë. Ndërsa Islami e nxit martesën, Islami e nxit më vosa më shumë fëmijë, edhe me pas kënaqësi me sytë të tu i kçyr gruan edhe fëmin tënd. Roli nënës, çka i thojnë nonës? Nona thot është robri, sikur rob muzon, robri është. Mirë po thot karriera perëndimore është çfarë liri. Mirë. Robri i thojnë nëse ti burrit tënd që ke me qu jetë me burrin tënd,
o i gru muslimane, o motër muslimane, nëse ti ja qet një kafe burrit tënd, kësa i thojnë robëri ndaj gruas. E nëse shkon bosh stewardess atje nalt, 10 kilometra lart në aeroplan, edhe ju shërben burrave të huaj, çka i thojnë kësaj? Karriere, thojnë kësaj. A pësheni që është manipulohet? Jo, neve së na manipuloni, se na i dim këto trigat juve. Ama po manipulohen gratë, motrat muslimane po manipulohen. Me këto terme ideologjike. Nuk po themi që ndalohet me punu, se ulemaja thojnë nëse është halal, lejohet. Feminizmi e quan këtë patriarkat shtypës, patriarkalizmi. Dhe me veç burrat do të me ngu. Jo mëre, po punën më të madhe e bëjnë edhe gratë, vallaj, burrat këshillohen me gratë, Pastaj thot, nxit urrejt edhe konflikt midis burrit edhe gruas. Shejtani më i madh që kënaqet, ai koka apo iblisi që i jep grada të larta, cila është me ndo burrin mbi gruas. Ky thotë kombo çto, ky tjetër thotë kombo çto, ky thotë nuk ju dojta derisa i ndajta burrit me gruan. Thotë haç çto. Ti je çaj. E ti me çet feminizëm shumë shpejt kime pas divorc mes burrit dhe gruas. E bën motrën të turprohet nga roli i nënës dhe bashkëshortës në perëndim, çka ka sjell feminizmi? Rritjen e divorcave. I ka nda burrin dhe gruan. Pse? Se ky kryet veti kur të bën çdo sen kryet veti pa pyet burrin, atë normalisht që kanë munda. Çfarë ideologji kjo? Apo thosh jo muslimane one? Me shami bro, me shami. Çka tjetër? Familje po shkatërrohen. Burri me gruan po ndahen, fëmijët po jesin jetim. Pastaj thot lindshmërit ulet, s'ka lindje. Pse sa i po do me rujt në thojza vijën e trupit. S'po du unë e fëmi. Izolim emocional. A njëherë thot, unë jam e lirë, shpirti jam, trupi jam, ku e di unë anë i kënej, ama po vjen në depresion. Po vjen në depresion pastaj. Thot, shkaqet pse motrat bien pre, tash, jënë disa pika, burri i dopt në fe dhe në karakter. Se më konë burri i fuqishëm në fe dhe në karakter, gratë të tynë që deregje s'kishin ra. E dyta, rjetët sociale, influenceret feministe, më thonë qka? Tash, kur e ka kop dikonin në thyrse, dhe më thonë ajo ideologjia feministe, ato tash majnë ligjerata në për TikTok, në për YouTube, në për sene, për me mledh gjematash, mu bo në qatë ideologji. Që mi thonë, ju e ka kryu Allahu, a thonë, ju s'keni nevoj me pyt kërkan, vetë trupi jyt, vendimi jyt, ko e dione. Pastaj treta, familja prishur ose mungesa e edukimit islam, largimi nga dietarët dhe mësimi i fesë, apo thot presioni i shoqërisë, modernizimi dhe kompleksi ndaj perëndimit. Na po jetojmë çto afër Evropës diqysh. Nuk po mojmë na pa unë diku pak për Evropës. Ai do të thonë inferioriteti, unë me shamie, sa në nikni, pak nuk mu modernizu.